Selam aleikum, a mundet me u fal namazin në WC në rast se nuk kemi ku të falim dhe duhet me fal se na ikën? Aleikum selam. Kemi dy situata ku nuk je e burgosur aty, edhe e dyta nëse je e burgosur në atë WC. Nëse je që ke mundësi me fal ma vonë, nuk e fal në WC. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu faljen e namazit në WC. Nuk e fal aty, fare. Pra të dhe nëse i del vakti, e fal masane. Po ti merr alternativat deri maksimum, me u fal jashtë WC-s. Edhe nëse je dikon mysafir ose jemi një darse mos e kujdi, mundo. Nëse s'ka alternativ fare, atëre fal masane, kur t'i jepet mundësia. Kjo e para. E dyta, nëse është lidh, armiku e ka lidh një njeri në WC, edhe kalon që aty të lidhur një javë ditë, edhe di që s'ka mundësi me dalë për aty, atëre fal. Pra kemi situatë të zorit edhe situatë jo të zorit. Në rastin e parë nuk ban me fal, në rastin e dytë s'ki qa me ba, edhe nëse është njeri pa rroba, që ashtu falet, edhe nëse është në WC, falet, pra nëse është lidh edhe s'ka alternativë.